Në diskutimin tonë të radhës i kemi Rina Cukaj nga Neptun, specialiste e zhvillimit dhe rekrutimit, me cilën do të flasim për zhvillimin e talenteve të reja për brenda kompanisë. Kështu që Rina do na përgjigjet në disa pyetje. Përshëndetje fillimisht, faleminderit shumë që jeni pjesë e summitit. Tregon pak eksperiencën tënde, po shoh që po ndihesh e lumtur edhe e emocionuar me pjesëmarrjen e një kompanie gjigante si Neptuni. Faleminderit shumë, ndihem shumë krenare që përfaqësojmë Neptunin sonte. Tu qenë hera e tretë, kemi 2 vite që jemi partner me summitin. Është një datë cilën ne e presim me shumë kënaqësi edhe me shumë padurim. E gjithë ekipa jonë është këtu. Kështu që besoj është diçka që është shumë e nevojshme për ne. Po shohim shumë gjëra të reja. Edhe me padurim po presim edhe panelet e musafirëve internacional, cilët normalisht po sjellin shumë risi, për cilat tregu ynë e ka shumë të nevojshme. Kështu që si po ndihem unë, po ndihem shumë mirë, po ndihem shumë e kënaqur me punën që kemi dhënë, kontributin në një summit të tillë. Tregon çka nuk kupton konkretisht me Growing Experts from Within në kuadër të Neptunit, se është pak a shumë tema për cilën jemi përcaktuar, që është me rëndësi për juve. Po. Growing Experts from Within në kuadër të Neptunit normalisht nuk kuptojmë trin tonë aktual cilët i kemi, t'i ndihmojmë ata duke investuar te ata, të shndrohen në një version vetjeje që nesër t'jenë ekspert i fushës, cilit do profesion cilit ata i shërbejnë. Duke qenë që ne përfshijmë shumë profesione prej brenda, kemi departamente të shumta, të gjitha që janë për brenda industrisë retail. Nga një këshilltar në shitje, shohim një CFO, është krenari, por brenda Neptunit është një realitet. Prandaj interesohemi shumë të investojmë brenda talenteve tona të reja. Ju keni treguar ndër vite që është e mundur që të dalin profesionistë për brenda kompanisë, dikush që nuk jo domosdoshmërisht duhet të ketë përvojë në një fushë të caktuar, por mund të zhvillohet edhe për brenda kompanisë. Çish i identifikoni këta persona që shihni potencial tek këta që të bëhen ekspert ose talent të rinj brenda Neptunit? Ne i quajmë talent të rinj sepse i takojmë në një grup moshë shumë të re. Ne rekrutojmë nga mosha 18-23, kemi grup moshën fillestare. Kështu që se si i shohim përcakton rrugtimi i tyre. Normalisht ne bëjmë performancë, vlerësim performance, edhe aty prej brenda talenti i vërtet edhe vet identifikohet. Normalisht duke përkrahur një zhvillimin me programe, me përfshirjen projekte të cilat ne i kemi, shumë të zakonshme dhe të vazhdueshme, është shumë e kollajt për një talent të vërtet të vet identifikohet për brenda ekipit. Por normalisht me vlerësime performance ne fillojmë 3 muaj, deri në 6 muaj aty kemi pasqyrën e parë të gjithëve dhe nevojat po i përcakton vetë tregu. Kështu që kur kemi një nevojë të re, kemi ekipin prej brenda dhe aty fokusohemi. Dhe ky promovim i brendshëm normalisht sjell një frymë të re, një frymë zhvillimi edhe te personat e tjerë që janë në rrugë për të qenë të rekrutuarit e ardhshëm. Dhe kjo po besoj ka treguar rezultat ndër vite, duke parë edhe suksesin dhe zgjerimin në tregun kosovar dhe tutje të Neptunit. Kur flasim për mundësi, për trajnime, për mundësi për zhvillim tutje, tregon saktësisht çka ofroni për trinjt që duan të rriten profesionalisht brenda kompanisë. Natyrisht që po. Ne programet e brendshme, trajnimeve të brendshme i kemi konsistente, janë të vazhduara. Ato zhvillohen përmes të gjitha departamenteve në administrat. Kur them kështu përfshi departamente vendimmarrëse, ne bëjmë trajnimin e dyqaneve. Pra, në hierarki fillon prej nesh, mirë, po normalisht trajnimet nga ekspert regional, nga shitja, nga financa, marketingu, ne kemi një bashkëpunim shumë të afërt me institucione që janë profesionistë në këto fusha. Normalisht të qenë pjesë e grupit Balfin, ne kemi edhe institucione internacionale të cilat investojnë edhe në kuadër të grupit, në institucione me të cilat ne bashkëpunojmë. Unë vetë jam produkti programeve që kemi zhvilluar vitin e kaluar në Talent Pool, kështu që janë institucione internacionale qoftë nga Vjena apo më larg, trajner, ekspert fushave vinë, investojnë prej afër në persona të caktuar, edhe normalisht është një
përcjellje që i bëhet këtij individi deri në zhvillimin e tij ose në promovimin e tij për të ushtruar kontributin brenda Neptunit. A do të thotë kjo që investimi në zhvillimin e brendshëm është shumë i rëndësishëm se sa rekrutimi nga jashtë? Unë personalisht mendoj që të dyja duhet të kenë një gërshetim me njëra tjetrën. Neptuni ka rrit shumë njerëz prej brenda, nga ekzekutivi, pra roli ekzekutiv i leadershipit, nga udhëhecit e departamenteve të shitjes, kam gjithë kolegët që janë këtu afër, të gjithë udhëheqin departamente, dyqane, që mesatarja kemi dyqan me 50 njerëz. Të gjithë këta individ kanë filluar si këshilltar në shitje në 18-tat e tyre. Dhe është shumë krenari që shohim këta njerëz, drejtojnë ekipe, ndërtojnë departamente vendimarrëse. Mirë po, personalisht, në kuadër të profesionit tim, e vlerësoj që rekrutimi prej jashtë është po ashtu shumë i nevojshëm. Sjell një frymë tre. Duke qenë një kompani retail, neve një pjesë suksesit na e përcakton vetë tregu, edhe normalisht që duhet bëjmë një matje tregu profesionist fushës, sjellim gjëra të reja sepse fryma e re ndodh nga rekrutimi jashtëm. Kështu që unë e shoh shumë të nevojshme të jetë një gërshetim mes dyjave. Por kjo është mendimi personale dhe mendoj që në Neptun ne jetojmë të dyat. Kemi një përqindje shumë të madhe të personave që janë zhvilluar prej brenda, por kemi edhe ekspert që rekrutojmë direkt prej jashtë, sepse janë ekspert fushës caktuar. Vazhdimisht nevojave të normalisht në momente të caktuara. Normalisht që Rina, për fund tregon një këshill për të rinjt që janë në fillim të karrierës së tyre, edhe janë skeptik nëse munden ose jo të zhvillohen brenda një kompanie. Unë kam filluar punën kur kam pas 17 vjet, edhe nëse kthehem te ai versioni vetjes, unë gjithmonë kam kontribuar duke dhënë vazhdueshëm. Edhe të rinjve do t'ju thosha që të punojnë, edhe vetëm me punë të arrijnë një version vetjeja, sepse rritja që ndodh gradualisht edhe rritja që fitohet rrugës është një rritje e paluhatshme. Kështu që unë rekrutoj të rinj edhe një intervistë shoh që interesi i tyre është shumë afat shkurt, 3 muaj, 6 muaj ose presin promovim brenda një viti. Edhe rritja ndodh gradualisht, pra rritja që ndodh gradualisht është e paluhatshme. Edhe ndërtimi nuk ndodh brenda një viti. Kështu që ndërtimi i individit ndodh gradualisht. Do t'i këshilloja të punojnë shumë, të jenë të durueshëm, edhe në kompanit ku janë duke dhënë kontribut, jo domosdoshmërisht presin t'u jepet detyra, pse jo të vazhdojnë, të kërkojnë punë, nëse ata vlerësojnë se mund të kontribuojnë më shumë. Kjo është këshilla për gjithë të rinjt. Faleminderit shumë Rina. Faleminderit. Ishte graci po. Po ashtu.